Doktor, pse u zot pikërisht kjo pajisje pra në klinikën gjermane të syrit në Kosovë? Ajo që është më rëndësi të pajisjet në përgjithësi, mund të them që është shumë më rëndësi që pajisjet të jenë të reja. Kjo është një element shumë i rëndësishëm. Pastaj pajisjet të jenë të mirë mbajtura, duhet pajisjet të kenë servisimet e rregullta, po ashtu ambientet ku përdoren këto pajisje duhet të i plotësojnë kriteriumet në mënyrë që pajisja të ketë një funksion sa më të mirë. Prandaj edhe gjitha këto elemente kanë bërë që ne të zgjedhim këtë pajisje, është një prodhim gjerman, prodhuar nga inxhinierët gjerman, dhe kemi menduar që është një pajisje e mirë për t'i shërbyer sa më tepër, sa më mirë pacientëve. Cilat janë ato veçoritë e kësaj pajisje të neo dhe ato pajisje të tjera që dallojnë? Veçori e pajisjes të neo është i ka disa karakteristika që dallojnë nga pajisje tjera. Së pari, largimi është shpejtësia të cilën e ka kjo pajisje. Do të thonë largimin e dioptrisë e bën diku brenda 1,2 sekondave. Një veçori tjetër e rëndësishme është trackingu, ashtu quajtur trackingu, ose përcjellja e lëvizjeve të syrit, pasi që gjatë intervenimit është shumë e rëndësishme që pacienti të fikson, por në një dritë, por po ashtu dhe pajisja të përcjell lëvizjet eventuale të syrit. Kjo pajisje ka atë mundësi që t'i njohë lëvizjet e syrit, bën njohjen e syrit nëpërmes njohjes së veçorive të ngjyrës ose të irisit, po ashtu bërë përcjelljen në 3 dimensione të lëvizjeve të syrit, dhe përcjelljen e këtyre lëvizjeve e bën në një shpejtësi të madhe, dhe gjitha këto e bëjnë mjaft të efektshme dhe e karakterizojnë këtë pajisje.